Mi se erdhët në Letra të Rfejnë, jam Diana dobe leximin e radhës për ju të dashur deshër. Hapja apo mënyra e hapjes së letrave sot quhet busulla, që përmban jugun, perëndimin, lindjen dhe veriun. Të dashur deshër, mesazhi i përgjithshëm që marr nga gjithë kur i shohim bashk letrat, tregon që Dashi po hyn në një periudhë ku duhet të ndahet emocionalisht nga diçka që ka zgjatur më shumë se që duhej. Dashi, ky lexim nuk flet për humbje totale, po për një ndryshim të madh në mënyrën si e sheh jetën, njerëzit dhe veten tuaj. Ka lodhje nga mbajtja gjithçkaje në kontroll, dhe tani jeta po e shtyn apo po ju shtyn ndeshër që të zgjedhni, të vazhdoj të jetoj për të tjerët apo të mendoj seriozisht për veten. Jugu. Letra e parë, nga po vjen, është 10 e monedhës. Dashi vjen nga një periudhë ku fokusi ka qenë shumë stabiliteti, familja, parat dhe siguria për të ardhmen. Ka mbajtur shumë përgjegjësi dhe është përpjekur të krijojë një bazë të fortë në jetë. Jeni përpjekur vërtet. Për disa desh kjo lidhet me familjen, për të tjerë me punën ose me një lidhje ku janë investuar apo ku keni investuar seriozisht. Por kjo letër tregon edhe diçka tjetër. Dashi jeni të lodhur duke qenë gjithmonë shtylla që mban gjithçka. Ka pasur raste ku keni heshtur, keni toleruar ose keni mbajtur barre emocionale vetëm që gjërat të mos shemben. Kjo do të thotë shumë përgjegjësi mbi supe, fokus tek siguria dhe ardhmja, lodhja mendore dhe mbajtja gjithçkaje nën kontroll. Kjo mund të jetë gjithçka siç e theka. Ndjesia që të tjerët marrin më shumë se sa japin. Kjo është ajo. Perëndimi. Çfarë po lë pas është temperament, që është qëndrueshmëria. Dashi jeni duke lënë pas një periudhë kompromisesh dhe pritjesh, dhe kjo është e mirë në fakt. Keni provuar të rregulloni situata me qetësi, durim dhe komunikim, por tani po kuptoni se jo çdo gjë shpëtohet duke duruar pafund, Dashi. Kjo letër tregon se për shumë kohë ke mbajtur ekuilibër artificial. Ke heshtur për të shmangur konfliktin, ke falur gjërat që të kanë lënduar, ke pritur për të tjerët të ndryshojnë vetë, dhe tani ka ardhur ajo pika ku njeriu thot: jam lodhur duke qenë gjithmonë unë, ai apo ajo që kupton. Praktikisht do të thotë largoheni nga njerëz ose situata që ju zbrazin emocionalisht. Nuk keni më durim për gjëra të paqarta, fillon të vendos kufi më të forta. Nuk do më të marrësh rolin e shpëtimtarit. Dhe kjo është pozitive, Dashi. Lindja. Çfarë ka përpara, Dashi? Përpara, Dashi, duket një periudhë emocionale ku mund të ketë zhgënjim ose mërzitje për diçka që nuk shkoi siç pritet. Edhe është normale. Kur mundohemi për diçka jashtëmase, normal që zhgënjehemi, normal që mërzitemi. Mund të jetë një person që ju zhgënjen, mund të jetë një komunikim që ftohet, ose kuptimi që një situatë nuk ka më të ardhme siç mendoni dikur. Por kjo letër ka një paralajmërim shumë të rëndësishëm. Dashi rrezikon të fokusohet aq shumë te ajo që keni humbur, sa të mos shohësh çfarë është ende përpara. Po, janë dy kupa këtu të thyera, por kjo nuk do të thotë fundi. Janë dhe 3 këtu, se është 5 kupa. Janë dhe 3 që qëndrojnë në këmbë. Pra, sigur dikush po mendon nga ju deshër, kam dhënë shumë kot. Dhe po, ka zhgënjim, por jo fund. Kjo letër të thot mos u mbyll emocionalisht nga zhgënjimi, mos merr vendime impulsive nga mërzia, kujdes me izolimin dhe negativitetin, se kur zhgënjemi sikur çdo gjë është në djallë vaftë, në atë kuptim.
Kujdes pra me jo çdo gjë që mbaron është humbje, dashi. Jo. Dhe veriu, vdekja. Hapi tjetër që duhet të bëni. Kjo është letra më e fortë e leximit, dashi. Dhe mesazhi është shumë i qartë. Dashi duhet të mbyll një kapitull pa e zvarritur më për çfarëdo që të bëhet fjalë. Vdekja nuk flet për katastrofa, vdekje, siç e dim vdekjen. Flet për funde apo fund të një faze, largim nga diçka që nuk funksionon më, transformim të madh personal. Kjo letër, dashi, thot se jeta po ju kërkon të mos mbani më pas të vjetrës vetëm nga frika e ndryshimit. Hiq dorë nga ajo që të konsumon. Mos u kap pas njerëzve që nuk të japin të njëjtën energji. Ndrysho, nuk të janë shembuj vetëm që mund të jetë gjithçka në jetën e juaj, ndrysho mënyrën se si e trajton veten. Mos ki frikë nga fillimi i ri. Ky lexim tregon një dash që ka dhënë shumë nga vetja, pra për stabilitet, njerëz dhe marrëdhënie, por tani ka arritur në pikën ku duhet të mendoni seriozisht, dashi, për veten e juaj. Po vjen një ndryshim emocional i madh dhe sa më shumë të shtyheni, aq më shumë do ju lodh. Mesazhi kryesor në këtë lexim të dashur është jo çdo gjë duhet shpëtuar. Disa gjëra duhet lënë të mbrojnë që jeta, pra, jo çdo gjë duhet shpëtuar. Disa gjëra duhet lënë të mbarojnë që jeta të ecë përpara.